Hajde. Përshëndes, po protestojmë për të gjitha dëmet që janë shkaktuar për shkak të përmbytjeve. Malli është i gjithë i pashitur, subvencionime s'kemi zero, vajta të premten, as edhe 1 lek nuk u shnedhur në llogari. Do të thënë subvencionime zero. Duam mbështetje nga qeveria. Prandaj po e bëjmë këtë protestë paqësore. Shumë. Me qindra, jo me qindra. Ju ti personalisht, sa është dëmi ekonomik joti? Ne kemi diskutuar shumë herë mbi 250 milion kjo pjesë, të vinë të verifikojnë, të bëjnë edhe të marrin masa. Kërkojmë edhe takim me ministrin pas kësaja që të na japin drejtim. Në të kundërt ne do të vazhdojmë me protesta, jo me Në rast se nuk ka dëmshpërblime, kjo është faliment? Faliment, jemi tërë të mbaruar, le të flasin, janë të gjithë tu të flasin, janë tërë të mbaruar. Sipas jush, dëmi dhe përmbytja ka ardhur si pasojë e mos menaxhimit të rritit apo? E mos menaxhimit të rritit. Është fillimi i lumit që ka shkaktuar të gjitha këto përmbytje. Nëse do ishte fillimi, domethënë fillimi i lumit, gjithçka do ishte normal. Nuk do të përmbytjeve ju nuk do të merrni prodhim si vjet. Po ne humbur prodhimin. Na humbytur të gjithë. I gjithë malli ka ikur. Domethënë jemi në katastrofë. Çfarë kishin në bie? Patate, qep, misër, grur, të gjitha nga këto, të gjitha janë në ujë, domethënë që janë të gjitha të kalbura. Ministri i Bujqësisë dje tha që i ftoi fermerët të flasin. Do i shkone? Po, jo, ne do e presim ministrin këtuja. Na vi këtu edhe do fshtillemi 20 fermer e ta diskutojmë këtuja. Faleminderit. Atëherë më filmoni. Ja, sekond. Jo, bre, rrotoj. Vazhdo ti. Më filmoni pak të 200.000 lekë në vjetër. Ne s'po i kërkojmë subvencione siç jep Greku apo siç jep Franca. I kërkojmë subvencione siç jep Kosova. Në 80 hektar, Kosova domethënë jep 700 euro për hektar. 80 hektar unë duhet merrja 55.000 euro. Kjo është 200.000 lekë që kam marrë unë. Prandaj dalim këtu neve. Na subvencionojnë siç merr Kosova. Kaq. Urdhoni, shikojeni. E më thoni ta vazhdoj punën apo ta le. Kjo është. Dhe unë si fermerët e tjerë të njëjtin hall kemi, po shumica këtu nuk na është bashkuar për hall të ku ta di ndihmë ekonomike, një asistent, çfarë mund t'ju them tjetër. Ka ndikuar administrata, ka ndikuar çdo gjë që mos na bashkohen ne, po megjithatë ne i kuptojmë dhe do dalim në emër të atyre. Unë një do them që s'kemi marrë asnjë subvencionim nga shteti. Marrim toka me qirat, mbjellim, punojmë, nafta nuk na takon ne, marrin ata që kanë tokën se nuk na hapin kartën e identitetit. E dyta, prodhimet nuk na shkojnë fare, se hyn mall nga jashtë. Edhe ne këtu jemi mbledhur për përmbytjen e fundit që ndodhi në muajin nëntor. Kanë ardhur ka bën matjet e tokave të tëra dhe nuk na kanë dhënë asnjë lloj shpresë, asnjë lloj garancie që ne do shpërblehemi, do marrim 1 lekë. Ne nuk duam fitime, si ta them, maksimum, po ato që kemi edhe të paktën të na i kthejnë. Dhe ne japim farat, qirat e tokave dhe punimet që bëjmë mesdhetor, që ti punojmë prapë, mos ngelen patall tokat, se ne jemi drejt falimentimit. Ne nuk po e përballojmë dot të gjendje që është. Jemi shumë keq. Në rast se nuk ju japin asnjë lloj dëmshpërblimi, ja vlen më të merresh? Jo. Unë jam shumë i zgjuar nga bujqësia, plus i malli që prodhojmë nuk arrim ta shesim dot. Po dhe disponal do azoti, me si ta them unë tani, përmbytje këto që po ndodhi, ne nuk po dikojmë, s'po mbajmë dot familje me këtë punë që po bëjmë. Jemi detyruar të marrim një punë tjetër, ose të ikim fare, të largohemi nga ky vend, se nuk ja vlen të rrimë këtu ja. Nuk kemi asnjë lloj mbështetje. Cilat janë hapat që do ndiqnin në vazhdimsi? Apo protesta do shkallëzohet. Do bisedojmë prapë siç kemi ngritur një grup fermerësh që kemi organizuar dhe protestën dhe do kemi marrë angazhim të bllokojmë kryqëzimin libonik, të penalizojmë qarkullimin e makinave, se ne s'na dëgjon njeri. Dhe ne do përpiqemi me fuqinë tona sa kemi, kaq sa jemi ne do bllokojmë rrugën. Faleminderit. Në fshati po ja. Gjendja është kritike. Problemi nuk është vetëm tokat bujqësore që janë përmbytur, por problemi është i malli që ka mbetur shtokje. E para. E dyta është këto 13 vjet ku ka vajtur këto subvencionime. Le të thotë ndonjëri nga këta fermerë ka marrë ndonjëri 1 lekë, të vetëm 1 lekë. Ishte ministra Frida Krefica. Kjo më ndihmoni pak Adelina, si quhet? Drejshi.
Ky që kemi aktual anti-bala, si quhet ky, ku shkuan këto 13 vit këto subvencionime? Le sot do njëri fermer, keni marrë do një leko, qura? Duam dim ku shkuan këto lekat. A ishin për fermerët so? Vazhdimisht dëmtohen. Po, dhe malli është stoko. Çfarë do bëni? Kjo është një situatë që po përsëritet vazhdimisht. Pra nuk është era e parë që Do mundohemi të përshkallëzojmë protestat. Një mënyrë ta gjejmë. Faleminderit. Po jo, s'kemi filluar do të thotë, janë shumë keq. Sallatë. Çipet prende. Po janë gjithë problemet, është një orë emision. Nuk është 1 minutë, as 5 minuta që të jetë këtë. Shtetjes financiare që bën ministria. Vetë skemve që ndjekin këta, ne që punojmë nuk përfitojmë asgjë, ndërsa ata që rrinë në shtëpi nuk e punojnë tokën, marrin dhe naftën. Unë kam një dosje në emër të gruas që është rafësisht 12 hektarë dhe 12 hektarë ose 15 nuk i kam futur fare se kërkonin nga kontrata drejt që djatë që ishte shumë e vështirë, kërkojnë karta identiteti që ndoshta ne shkelim dhe ligjin që u kërkojnë personave, edhe nuk t'i japin se thotë unë do t'i bëj vetë. Unë se kuptoj, ti rri në shtëpi dhe tokën se punon dhe merr mbështetje. Ka logjikë kjo? Fshati Libonik kam afërsisht 40 hektar tokë, aktualisht të përmbytur kam 15, të cilat kanë qenë në kulturat misër, jonxhe, grurt, miell, pel. Por unë dua të trajtoj një problem tjetër. Në qoftë se ministrin do të takojmë sot, është i 4 ministër që ngulin këmbë për këto probleme dhe nuk na janë zgjidhur. Kush është problemi që kërkojmë ne? Problemi kryesor është përmbytja njëherë. Kjo është tema kryesore. Përmbytja. Dhe përmbytja krahas faktorit atmosferik ka erdhur dhe si rezultati faktorit njerëzor. Dhe faktor njerëzor quajmë organet e pushtetit, që prej 4 vjetëve nuk kam pastruar asnjë në fushë. Nuk kam pastruar. Dhe detyrimisht fusha do mbytet. Unë kam afërsisht 45 vjetë që rri nga fusha dhe kam parë fushët të mbytur. Po e shikoj që pas 3-4 ditëve fusha kullonte, ndërsa tani po bën 1 muaj gjysmë që fusha nuk kullon. Jo, s'ka hidrovorë zona tonë. S'ka hidrovorë. Shkakur se nuk funksionojnë, kanalet janë papastruara. Dhe detyrimisht hyn ujë dhe nuk del, nuk kullon. As kanalet e para, as të dyta, as të treta? Po absolutisht. Tani në kohën e përmbytjes duhet ja umojmë edhe bashkisë. I ka dërguar ekskavatorët, ne kishim një vend atje që derisa e hoqëm prindit e gjysmë nga kulloj toka, korëm disa misra që ato janë të mykur atëherë nuk na i blen asnjëri. Se ka vajtur mbi kallepin e misrit, ka vajtur 50 cm ujë. Do të thënë deri në këtë nivel ka vajtur. Prodhimi se ble njeri, që është i prishur. Po të doni edhe mund të vini të shikoni. Kush do le të vi. Po jo, s'kemi filluar do të thotë, janë shumë keq. Sallatë. Çipet prende. Po janë gjithë problemet, është 1 orë emision. Nuk është 1 minutë, as 5 minuta që të jetë këtë.
Protesta kështu pa ta turistë një të bëni një video. Po fola për buke ke gojnë, pardi. Po i tash do të jesh në çfarë të bëj.